Në dha dhe kolegja Aigena Gorbi, paraburgimi i Durrësit në total 159 vota, ku 128 kanë shkuar për Partinë Socialiste, 35 për Partinë Demokratike dhe 3 vota janë shpërndar mes partive të vogla. Në qarkun e Durrësit mbeten në fakt për tu numëruar edhe rreth 40 kuti. Rikujtojmë se në Shijak ka përfunduar, në Kruj ka përfunduar procesi i numërimit, gjithashtu ajo që mbetet për të parë pikërisht edhe përfundimi i Bashkisë së Durrësit në qarkun e Durrësit dhe për të na dhënë një rezultat përfundimtar, siç edhe kolegja Aigena Gorbi tha, në fakt ka një diferencë mes 15.000 votash mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ku mandatet janë 8 për Partinë Socialiste dhe 6 për Partinë Demokratike. Dhe kështu përmbyllim informacionin paraprak të sapo përditësuar nga qarku i Durrësit. Le të shohim në fakt të tjera qarqe që mund të ndryshojë rezultatin në bazë të votës së diasporës. Si përmendëm në fakt edhe rëndësinë e votës diasporës pikërisht në këto zona të vendit, në qarkun e Lezhës, Tiranës, Fierit dhe Vlorës, teksa në Lezhë mund të përmbyset rezultati, çfarë mund të ndodh në qarkun më të madh të vendit, ku në fakt të prodhohen 37 mandate, në qarkun e Tiranës, ku duket se mandatet janë të shpërndara në këtë formë, 19 mandate për Partinë Socialiste, 14 mandate për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe nga një mandat për Partinë Mundësia, Partinë Social-Demokrate dhe koalicionin Nisma Shqipëria bëhet. Nëse do të ketë një trend sipas dhe informacionit të dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të zarfeve të emigrantëve në favor të Partisë Socialiste, ku deri më tani kështu rezulton, atëherë mund të shohim se Partia Socialiste, forcë e parë në qarkun e Tiranës, mund të marrë dhe mandatin e 20 pikërisht në qarkun e Tiranës në bazë të votave të diasporës, të cilat po vijojnë dhe numërimin në Parkun Olimpik. Ndërkohë, një tjetër qark që do të ndikohet nga votimi i emigrantëve shqiptarë në gjithë botën dhe shpreha vullnetit të tyre politik për herë të parë në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit, është Fieri në fakt ku duket se ka një fitore bindshëm Partisë Socialiste përtej edhe pritshmërive të tyre me 12 mandate apo 89.972 vota. Partia Socialiste pikërisht në qarkun e Fierit, 62.78% e qytetarëve në Fier brenda vendit kanë votuar për Partinë Socialiste. E njëjta gjë vlen edhe për qarkun e Fierit, nëse vijon trendi i leximit të zarfeve në të njëjtën formë siç është edhe siç është parë edhe deri më tani nga informacionet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste në qarkun e Fierit gjithashtu mund të fitojë një tjetër mandat që i takon të jetë mandati i 13 i partisë në qarkun e Fierit, duke në fakt e thelluar edhe diferencën dhe duke bërë edhe më të madhe fitoren e Partisë Socialiste në këtë qark ku ishte parashikuar, nëse nuk gabohem, fillimisht nga radhët e Partisë Socialiste në Fier, 8 mandate, por ata në fakt ka marrë 12 mandate, vijon procesi numërimit në qarkun e Fierit në disa KZZ të vendit, kryesisht në bashkinë e Fierit. Vlora, nga ana tjetër, ka përfunduar dhe në fakt rezultati është i tillë. Në Vlorë duhet thënë se ka përfunduar dhe procesi i numërimit të votave të kandidatëve preferencial në 4 bashki nga 7 dhe pritet në fakt të nisë edhe në bashkitë e tjera të qarkut të Vlorës. Mirë, po qëndrojmë në fakt të ndikimi i votës diasporës në këtë qark, ku 12 mandatet janë ndarë mes 8 për Partinë Socialiste dhe 4 për Partinë Demokratike Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Asnjë mandat për partitë, le t'i cilësojmë ato si të vogla apo të reja në këto zgjedhje parlamentare. 12 për Partinë Socialiste, 4 për Partinë Demokratike Aleancën për Shqipërinë Madhështore, këtu në fakt sipas trendit të parë, të parashikuar nga rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga votat e diasporës të numëruar deri më tani, Partia Socialiste mund të marrë mandatin e saj të 9 në këtë qark. 4 qarqe që mund të ndryshojnë dhe rezultatin e tyre si pasoj e votës së diasporës. Kur rikujtojmë në fakt se pas pak minutash do të kemi dhe një vendim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për sa i përket
54.000 votave të emigrantëve shqiptar në Greqi, ku me kërkes të Partisë Demokratike, kjo e fundit kërkoj që të blokoheshin këto vota, të quheshin të pavlefshme, duke në fakt e penguar dhe numërimin e tyre në të njëjtën kohë paralelisht me të gjitha zarfet e tjera. Nga ana tjetër pritet dhe ankimia, është bërë një ankimim nga Partia Socialiste në bazë edhe të lënies në janë të këtyre votave, pritet një vendim në orën 11, pra pas pak minutash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe kryekomisioneri i saj, se çfarë do të ndodh me votat e emigrantëve shqiptar në Greqi, të cilët përbëjnë në fakt 1/5 e totalitetit të votave të diasporës, të cilat janë 194.000 zarfe të ardhura nga e gjithë bota dhe të administruara në Parkun Olimpik, ku sipas informacionit të dhënë nga kolegu Andon Kello, vijon puna. Ka rinisur pra procesi i numërimit, i cili pati një pezullim si pasojë dhe lodhjes së komisionerëve numëruesve dhe vëzhguesve, por pavarësisht se ka rinisur, ajo vijon të jetë me hapa mjaft të ngadalt dhe kjo vjen si pasojë, le themi, e një tërheqjeje apo neglizhence sipas informacioneve të komisionerëve numëruesve dhe vëzhguesve të Partisë Demokratike. Përgjatë në fakt komunikimit me kolegun Andon Kello, ne dëgjuam vetë se si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë të përsëritur bënte thirrje në fakt për mbledhjen e komisionerëve, numëruesve dhe vëzhguesve pranë tavolinave për të rritur edhe ritmin e punës, që të kemi në fakt edhe një rezultat për sa i përket votave diasporës, ku paraprakisht është menduar në fakt se mund të zgjasë përgjatë të gjithë javës. Por ato janë mjaft të rëndësishme për të kuptuar dhe diferencën e thellë të fitores së Partisë Socialiste kundrejt Partisë Demokratike në këto zgjedhje parlamentare dhe si do të ndikojë në mandatet totale në fund. Pra, sa mandate do të marrë totalisht Partia Socialiste, sa do të marrë Partia Demokratike dhe kështu me radhë të gjitha partitë e tjera, ku duhet thënë se nëse të katërta këto qarqe në fakt i shtohet Partisë Socialiste një mandat në bazë të numërimit votës së diasporës, atëherë nëse do të ndodhë diçka e tillë, Partia Socialiste do shkojnë 86 mandate dhe Partia Demokratike 48, apo do të ketë lëvizje mes partive të vogla në bazë patjetër të rezultatit përfundimtar. Neve shohim në fakt se ka ende disa qarqe ku vijon procesi i numërimit të votave, siç është Durrësi, Tirana, Fieri, Elbasani. Pjesa tjetër e ka përfunduar procesin e numërimit të votave dhe ka nisur tashmë procesin e numërimit të votave për kandidatët preferencial të tyre. Sipas edhe projeksionit të afishuar nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë 3 qarqe në të cilat Partia Demokratike dominon, është qarku i Shkodrës, i Kukësit, i Lezhës, edhe pjesa tjetër më pas, sipas edenqyrës, është mavi, është roz, është pikërisht ku Partia Socialiste dominon me diferencat e saj patjetër nga qarku në qark, nga bashkia në bashki. Të dhënat të përgjithësuara në koreale nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për shembull, le të shohim fakt se çfarë po ndodh në Tiranë, sepse në orën 10:20 sapo u përgjithësua faqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ora shënon 10:29, 10:20 është përgjithësimi i fundit. Nga 1283 qendra votimi kanë përfunduar numërimin 1121. Në këtë qark të Tiranës, në fakt, Partia Socialiste numëron kështu 19 mandate të fituara në bazë edhe të votës së saj. Edhe nga ana tjetër shohim në fakt se Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka 14 mandate. Janë edhe 162 kuti të pahapura në qarkun e Tiranës, ku ka përfunduar numërimi në Vorë, ka përfunduar gjithashtu numërimi në Kavaj dhe ka përfunduar numërimi në Rogozhin. Betet Kamza dhe Bashkia e Tiranës për të parë. Nëse shohim në fakt në kryeqytet, mbeten edhe disa kuti për të numëruar. Janë në fakt
82 kuti votimi të cilat mbeten për të numëruar në kryeqytet në Tiranë dhe për të parë se si do të vijojë dhe afishimi i rezultateve përfundimtare të Bashkisë Tiranës përveçsoj dhe qarkut të Tiranës, ku do të mbetemi në fakt në Parkun Olimpik për të folur sërish për votën e diasporës me kolegun Andon Kello. Andon, atëherë mund të themi se zyrtarisht ka rinisur procesi numërimit të votës së diasporës në Parkun Olimpik pas shumë shtyrjeje, pavarësisht se orari zyrtar i lajmëruar ishte ora 8:30 minuta, dhe tashmë është 10:30 minuta, pra 2 orë me vonesë. Po, pas disa thirrjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rifilluar numërimi i votave të diasporës këtu në Parkun Olimpik, edhe pse duhet thënë me ritme shumë të ulta, pasi nga totali tavolinave vetëm një pjesë e vogël ka filluar numërimin, aty ku janë plotësuar numëruesit e dy palëve politike. Megjithatë, nuk shohim ndonjë prezencë deri më tani të palëve politike këtu në Parkun Olimpik. Ishte vetëm pak një orë më parë ishte ministri Tauland Balla, i cili u paraqit Parkun Olimpik, por më pas u largua, ndërsa nuk shohim eksponent të tjerë të qoftë të Partisë Demokratike, qoftë të Partisë Socialiste, edhe pse në 24 orët e fundit më të zhurmshmit kanë qenë vëzhgues apo kryetar të partive opozitare, siç ishte rasti i djeshëm i Agron Sheajt. Megjithatë, nga totali i votave të diasporës, 1/3 më shumë se 1/4 apo afër 1/3 janë ato nga Greqia, të cilat ende mbeten të kyçura, mbeten të burgosura nga invendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas një kërkese të Partisë Demokratike për të veçuar dhe për të mos u numëruar. Megjithatë, verdiktin final do e jap Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve në një rast negativ, në rast se ankesa e Partisë Socialiste rrëzohet, atëherë për një rezultat përfundimtar të votës së diasporës, ndoshta duhet të presim jo majin, por edhe muajin qershor, ndërsa në rast se kërkesa pranohet nga Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, atëherë edhe votat nga Greqia, të cilat janë rreth 52.000, menjëherë do të futen në tavolinat e numërimit, pra do të çelen kutit dhe atëherë do të kemi së shpejti një rezultat edhe për diasporën, se si votoi ajo. Por si ka votuar diaspora, deri më tani kemi një pasqyrë të qartë. Partia Socialiste është në një epërsi të thellë ndaj Partisë Demokratike, ashtu si në rang kombëtar me votat e shqiptarëve këtu në Shqipëri. Partia Socialiste numëron 21.305 vota, Partia Demokratike vetëm 10.951 vota. Kur u duken se do të ishin surprizë, nuk janë as pak surprizë. Partitë e reja kanë marrë pak vota në krahasim me dy partitë e mëdha. Spikat vetëm Nisma Shqipëria bëhet me 3.161 vota dhe Mundësia me 1.176 vota. Partitë e tjera janë nën 1.000 vota. Megjithatë, duhet theksuar se është numëruar këtu në Parkun Olimpik vetëm 1/5 e votave të mbërritura nga diaspora, por një rol kyç ka burgosja e votave nga Greqia, të cilat janë 52.000. Pra, nëse heqim edhe votat nga Greqia, këtu në Parkun Olimpik ngelen vetëm 100.000 vota, pak më shumë, pak më pak për të numëruar. Por sërish procesi numërimit po ecën me ritme të ngadalta, kurse sa i përket ngjyrosjes së artës elektorale nga diaspora, Partia Demokratike fiton vetëm Shkodrën dhe Kuksin, ndërsa 10 qarqe të tjera po dominohen nga Partia Socialiste, ku le ta themi betejë e diasporës kësaj radhe po zhvillohet në qarkun e Lezhës, aty ku Partia Demokratike po fiton me votat e shqiptarëve që jetojnë në Lezhë me një diferencë prej 1.500 votash, por lezhjanët që jetojnë jashtë vendit po votojnë Partinë Socialiste, dhe Partia Socialiste ka një avantazh prej 360 votash. Diferenca në total është 1.140 vota, por
kur kujtojmë se në Lezhë është drejt përfundimit dhe nuk pritet ketë ndryshime në diferenca, sa i përket votave diasporës për Lezhën, ngelen edhe 9.000 vota nga 2.800 të cilat janë numëruar, të cilat mund të përmbysin rezultatin nga 4-3 për Partinë Demokratike në 4-3 për Partinë Socialiste. Por nëse Partia Demokratike arrin të ruaj diferencën në raport me votat e lezhjanëve që jetojnë aktualisht në Lezhë, atëherë mandati 4 do i përkas demokratëve. Ndërsa në 3 qarqe të tjera, ku vota e diasporës pritet të ketë ndikim, janë Tirana, Fieri dhe Vlora, dhe diaspora mund t'i jap një rezultat historik Partisë Socialiste në Tiranë. Partia Socialiste po shtyn fort për mandatin e 20, kur kujtojmë se vetëm 4 vite më parë Partia Socialiste në Tiranë kishte për objektiv mandatin e 18, të cilin diferenca e votave mes Partisë Socialiste e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, pra 300 vota para Partisë Socialiste nga votat e diasporës, duke se ka shkuar në 360. 360. Pra edhe me 60 vota ka ndryshuar diferenca. Po, ndërsa, si që theksova, diaspora mund të jap një rezultat historik Partisë Socialiste, nëse Partia Socialiste arrin të mbaj të njëjtin trend të votave nga diaspora. Në Vlorë mund të jap mandatin e 9, duke i hequr një mandat Partisë Demokratike, çfarë do e çonte në 3, dhe në Fier mund të jap mandatin e 13, që ndoshta askush nuk e kishte parashikuar, askush nuk e kishte parashikuar një rezultat kaq të thellë në rast se Partia Socialiste shkon 13 mandate, Partia Demokratike bie në 3 mandate në vetëm 3 vende të listës së sigurt, duke djegur 2 vendet e tjera. Aktualisht e ka djegur njërin prej tyre, kandidatin Eduard Sharka, por në pikpyetje mbetet edhe deputeti karizmatik i Parlamentit Shqipërisë, Sajmir Koreshi, i cili renditet i 4-ti në listën e sigurt Partisë Demokratike në Fier. Po e sigur që do të kemi në fakt një përballje mes Zegjine Çaushit edhe Gazmend Bardhit në kuvend. Po në fakt, Zegjine Çaushi ka qenë, le ta themi, kandidatja më e spikatur në qarkun e Fierit, çfarë e detyroi edhe Gazmend Bardhin të mos kishte atë, le ta themi, atë euforinë e parlamentit, por ka qëndruar mjaft i fshehur në fushatën e tij në Fier. Unë po kërkoja edhe ndoshta për ndonjë reagim apo denoncim në rrjetet sociale të Gazmend Bardhit, por jo, Gazmend Bardhi ka 2 ditë që është dukur edhe në rrjetet sociale. Dhe të pyesja në fakt për sa i përket reagimet. Do doja që ndalesha në vimësi në këto 2 çështje. Reagimet e fundit që vijnë nga eksponentë politika apo liderët e partive, ato që duken si forca kryesore në këto zgjedhje dhe që kanë përparësi në fakt edhe në numrin e mandateve, por gjithashtu edhe për të ndalur pak më pas edhe për votën e emigrantëve shqiptar në Greqi, për ta kuptuar në fakt rëndësinë e saj edhe pse ka ndodhur. Qëndrojmë tek reagimet deri më tani. Pra në këtë 13 maj, duke parë rezultatin tashmë përfundimtar në pjesën më të madhe në shumicën e qarqeve të vendit, ka ndonjë deklarat apo ndoshta edhe ndonjë indicje që na vjen nga postimet në rrjetet sociale apo edhe burimet e tua, Andon? Nuk ka asnjë reagim, sepse kushdo pret vetëm reagimin e atij të cilit i peshon më shumë ky rezultat. Kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha ditën e djeshme ka patur një konferencë për shtyp, kur pritej të thoshte shumë çka për këto zgjedhje. Ai thjesht i bëri thirrje numëruesve të mos dorëzohen dhe të vijojnë të numërojnë edhe votën e fundit, qoftë nga votat e brendshme, qoftë edhe nga ato të diasporës. Po vjet re në fakt. Po vjet re një heshtje dhe një, le ta themi, pesimizëm, qoftë tek kandidatët e Partisë Demokratike, qoftë tek simpatizantët, qoftë edhe te numëruesit, të cilët me sa duket duhet të kaloj mëngjesi, duhet të vi paraditja që ata me nga dalë të vinë të ulen tavolinat e numërimit edhe të numërojnë votat për Partinë Demokratike. Nuk ka reagime, sigurisht. Unë ditën e djeshme kam rastisur pikërisht Jorida Tabakun te njësia numër 5, por Jorida Tabakun më tepër se sa
më tepër se sa hallin e Partisë Demokratike, ka hallin e vetë për shkak se është në listë të hapur me një konkurrencë mjaft të fortë brenda partisë. Deri më tani Partia Demokratike në Tiranë siguron 14 mandate, por mund të shkojnë 13, çfarë listën e hapur do e linte vetëm dorën e një kandidati nga 37 të cilët garojnë. Pra, edhe të kandidatët për deputet, qoftë listës së hapur, por e çuditshme është edhe lista e mbyllur në fakt, edhe ata të cilët kanë siguruar mandatin nga projeksionet të cilat kanë dalë bazuar tek rezultati, edhe ata nuk po duken teren. Për shembull Flamur Nokën 11 maj apo 12 maj e pam shumë aktiv, qoftë në Vorë, qoftë tek Parku Olimpik. Nuk e shohim askund. Ditën e djeshme ka patur vetëm takim të shkurtër me zotin Sali Berisha, ku duket se ka marrë instruksionet nga kryetari i tij dhe asgjë më shumë. Të gjithë po veprojnë si Sali Berisha pas Sali Berishës. Por edhe sot nuk kemi një njoftim, një agent, apo nëse do të ketë një deklaratë, një konferencë kryetari Partisë Demokratike. Dihet vetëm se në emër të Partisë Demokratike për këtë rezultat po flet dhe do të flas vetëm Sali Berisha. Ati, siç e thash, ati të cilit i rëndon më shumë kjo humbje deri më tanishme e Partisë Demokratike, për shkak se në rast se ky rezultat konfirmohet deri në fund, duhet jetë ai i pari i cili duhet të mbaj përgjegjësinë, siç e parashikon edhe statuti i Partisë Demokratike. Në rast humbje të Partisë Demokratike, kryetari dorëhiqet menjëherë. Atëherë Andon, flasim për pikën e dytë, pra për votën e shqiptarëve në Greqi, zarfet nga Greqia që janë të burgosura pasi Partia Demokratike në fakt kërkoi që ato të cilësoheshin të pavlefshme, duke u friksuar pse ky vendim. Çfarë peshe, çfarë rëndësie ka vota e shqiptarëve në Greqi përveç numrit të saj? Ka një peshë në fakt për shkak se ne kemi parë angazhimin e fortë që kanë patur partitë politike, por më parë më lejo të theksoj se edhe mediat të cilat haptazi kanë deklaruar se mbështesin Partinë Demokratike, po pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Pra humbjen e Partisë Demokratike, po raportojnë për fitoren e Partisë Socialiste. Po vjen indirekt, pra kemi në televizion shumë të afërt me zotin Berisha, i cili pranon fitoren e Partisë Socialiste, në një lajm të fundit pranon fitoren e Partisë Socialiste në burgun e Durrësit, në fakt aty ku ka disa eksponent të Partisë Socialiste të arrestuar dhe në hetim nga Prokuroria e posaçme antikorrupsion, por këto janë shenjat e para të cilat tregojnë se tregojnë se Partia Demokratike po e pranon. Po edhe ditën e djeshme, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka njohur deri diku le ta themi rezultatin e zgjedhjeve për shkak se i bëri thirrje numëruesve të mos dorëzohen, me sa duket zoti Berisha i ka shpresat e një mrekulli, të një përmbysje në fund, por e cila duket shumë vështirë të ndodhi nga trendi që ka patur prej kutisë së parë të hapur qoftë në Tiranë, qoftë dhe në Shqipëri. Të parat ishin Vora dhe njësia numër 10, të cilat ishin votim dhe numërim elektronik, të cilat dhanë mesazhin e qartë për fitoren e thellë të Partisë Socialiste, jo vetëm në këtë bashki dhe në këtë njësi bashkiake, por në gjithë Shqipërinë, por të rikthehemi edhe njëherë tek votat e Greqisë, pse votat e Greqisë janë shumë të rëndësishme. Kujtojmë këtu se Partia Socialiste ka nisur shumë më herët angazhimin për votën e diasporës. Kujtoj këtu, në mos gaboj, një vit më parë, kryesocialisti Edi Rama ka qenë në Greqi për një miting elektoral me një pjesëmarrje të madhe të emigrantëve shqiptar aty, dhe nga aty u dhanë edhe indicjet për një angazhim të fortë për votën e diasporës, për realizimin e votës së diasporës, por edhe për kërkesën e palëve politike për mbështetje me votë. Po, është e vërtet, palët politike arritën të realizonin votën e diasporës, por angazhimi ka filluar përpara kësaj.
dhe Partia Socialiste ka qenë një hap më parë, një hap para Partisë Demokratike, por edhe partive të reja, kemi parë një angazhim shumë të fortë. Ditët e fundit përpara por duhet theksuar edhe se Greqia ishte një vend shumë problematik me votën e diasporës. Kujtojmë këtu se edhe kompania postare DL aty ka patur çrregullime, më pas ndryshe nga çdo vend tjetër, zarfet të cilat më rinin nga Greqia ishin shumë më të pakta se ato nga Italia, Shtetet e Bashkuara, nga Gjermania, aty ku janë regjistruar më shumë emigrant shqiptar për të votuar. Greqia kishte numrin e dytë pas Italisë për regjistrime, kishte 68.000, në Shqipëri kanë mbërritur 52.000 vota, por sërish mbetet në vendin e dytë sa i përket votave të cilat do t'japin edhe verdiktin nga diaspora, është 1/4 e votave diasporës në total, por ka qenë një vend problematik dhe këtu nisën edhe ankesat e dyja palëve politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por në gjendjen që jemi tani aktualisht, është për shkak të një kërkese të Partisë Demokratike e cila kërkoi kyçjen, veçimin dhe mos numërimin e votave të Greqisë, për shkak se është kërkuar një audit ndërkombëtar për thasët me vota të mëritura nga Greqia. Partia Demokratike ka patur akuza për manipulime, çrregullime, qoftë ndaj kompanisë postare DL, qoftë ndaj nënkontraktorëve, qoftë edhe ndaj Partisë Socialiste. Kurse Partia Socialiste ka qenë i deleguari politik Tauland Balla, i cili ditët e fundit përpara zgjedhjeve të 11 majit ka qenë i stacionuar vetëm në Greqi për të inkurajuar qytetarët që të tërheqin zarfin pranë zyrave postare të DL-s për të votuar dhe për t'i çuar menjëherë pranë postave. Këtë e ka pranuar edhe kryesocialisti Edi Rama. Të falenderoj shumë Andon për të gjithë raportimin. Të falenderoj për raportimin edhe për shtjellimin e të gjithë situatës për ta kuptuar në fakt edhe burgosjen e votës e emigrantëve shqiptar në Greqi, teksa në ndajmë vetëm pak minuta në fakt nga një vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rikujtojmë, vijon në disa bashki dhe në disa KZZ procesi numërimit të votave për kandidatët preferencial, në disa të tjera në fakt ka nisur edhe ky proces. Si për shembull, në qarkun e Vlorës, specifikisht në bashkinë e Vlorës, në KZZ 85, ku do të lidhemi me kolegun Elton Nika që na jep më tepër informacion. Elton, të përshëndes. Atëherë, nëse kemi informacion për sa i përket nisjes së procesit të numërimit të votave për kandidatët preferencial. Në fakt, KZZ-ja 85 vendosur në palestrën e Gjimnazit Alidemi në qytetin e Vlorës, para që ka nisur procesi i numërimit të votave për kandidatët. Është një proces i cili sapo ka nisur, janë 5 kutitë e para në 5 tavolinat me numërusët për të bërë mundur pas edhe numërimin e votave për kandidatët. Kjo është një KZZ që i përket qytetit të Vlorës, pra teritorit të bashkisë së Vlorës, janë 52 qendra votimi, ku është kryesisht rajoni numër 1 me 29 kuti, por ka edhe qendra votimi nga rajoni 2 dhe rajoni 3 i qytetit të Vlorës. Dhe në këto momente të flasim për preferencat e votuesve në këtë KZZ është ende shpejt, pasi janë vetëm 5 kutit e para, procesi i numërimit është duke vijuar. Kujtojmë që procesi i numërimit për partitë politike ka përfunduar mbrëmjen e dieshme rreth orës 23 në këtë KZZ, më pas komisionerët dhe numëruesit u lanë pushim për të rinisur sërish mëngjesin e sotëm tashmë me numërimin e votave për kandidatët e partive politike. Pra, Elton, nëse nuk gabohem, duke rinisur kështu procesi i numërimit në bashkinë e Vlorës, 4 bashki nga qarku i Vlorës, nëse nuk gaboj, 4 KZZ në bashkinë e Vlorës. Ndërsa në qarkun e Vlorës ishin 4 bashki të cilat e përfunduan procesin e numërimit të votës kandidatëve preferencial? Kjo është e vërtet, ka përfunduar në bashkinë e Imarës, ka përfunduar në bashkinë e Filishit, Delvinës dhe Konispolit. Pra, këto janë 4 bashkit në qarkun e Vlorës, në cilat tashmë ka përfunduar procesi numërimit të votave, qoftë për partitë politike, ashtu edhe për kandidatët. Ndërkohë që është duke vijuar për bashkinë e Vlorës, pra ka nisur për bashkinë e Vlorës, në 4 për bashkinë e Sarandës
në 4 KZZ, nuk ka nisur ende në Selenicë, ashtu si edhe në bashkinë e Sarandës. Pra në një KZZ që ka bashkinë e Sarandës, ku pritet nisë edhe në këto të fundit, në këto të tjerat procesin numërim për kandidatët, për të patur më pas në përfundim të tyre edhe një pasqyrë të saktë apo edhe nuk e di Elton nëse ndoshta ke një orar kur mund të nisi, duke marrë parasysh se numëruesit kanë punuar përgjatë edhe gjithë natës, kanë pasur një periudhë pushimi patjetër për të marrë kohë. Fakti që ka qëndruar pushim prej orës 23 të ditës së dieshme pra deri mëngjesin e sotëm, bën mundur që ose të shpresojmë nëse mund të themi kështu që gjatë ditës sotme ky proces do të përfundojë të paktën në 4 KZZ e Bashkisë së Vlorës për votat e kandidatëve. Megjithatë, gjithçka varet edhe nga numëruesit, nga puna se si do të ecë, nëse do të ketë kontestime apo jo edhe nga kandidatët apo edhe nga forcat politike. Gjithsesi shpresohet që gjatë kësaj të marte në Bashkinë e Vlorës të ketë përfunduar procesi numërimi të vota për kandidatët. Elton, të falenderoj për raportimin. Ky ishte informacioni i fundit. Faleminderit juve. I cili vjen nga Bashkia e Vlorës, nga kolegu Elton Nika, i cili raportoi në fakse në KZZ numër 85, ka nisur procesi numërimit të votave për kandidatët preferencial. Në 4 nga 7 bashkitë e Vlorës ka përfunduar i qarkut të Vlorës ka përfunduar ky proces. Të shohim në fakse me çfarë ritmi do të vijojë 4 KZZ në Bashkinë e Vlorës, kisi nisur pikërisht edhe këtë proces të numërimit të votave të kandidatëve preferencial. Do doja të rikujtoja se brenda pak minuta shpresim edhe një deklarat, një vendim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioni i Ankimimeve për sa i përket votës së diasporës pikërisht në këtë sallë mbledhje ku pritet që të bëhen bashkë dhe të marrin vendimin nëse do të lirohet pra vota e diasporës që vjen nga Greqia. Janë 54.000 votat e emigrantëve shqiptar të Greqisë që janë burgosur pas edhe një kërkese të Partisë Demokratike. Pas pak minutash do të kemi edhe një vendim nga Komisioni i Ankimimeve pranë edhe Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ne do të vijojmë një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak në ekranin ABC News. Mos u ndani.